Prodhimi i energjisë në 3 muajt e parë të vitit arriti në shifrat më të larta të 8 viteve të fundit. Me 3647 gigawatt për orë u shënua një rritje me rreth 9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Hidrocentralet në vend dhe burimet e tjera kanë prodhuar më shumë energji gjatë janar-marsit 2026 me një rritje prej 8.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pothuaj gjysma e kësaj sasie energjitike u mbulua nga hidrocentralet shtetërore, ndërsa pjesa tjetër nga hecet private koncesionare dhe një pjesë e vogël nga burimet e tjera. Prej kësaj situate ka përfituar edhe më shumë ekonomia shqiptare, ku eksporti u dyfishua ndërsa u ble më pak rrym nga jashtë vendit. Madje sipas Istat, importi u reduktua me 57%. Megjithatë, konsumi në vend shënoi po ashtu rritje me 9.1% përfshirë këtu familje dhe bizneset. Një faktor shqetësues janë humbjet në rrjet që po ashtu u rritën me 8%. Shqipëria renditet e para në Europë për energjinë e gjelbërt. Sipas një raporti të qeverisë shqiptare, 99.3% e energjisë prodhohet nga hidrocentrale dhe paqet fotovoltaike që po njojnë gjithnjë e më shumë terren.